selamu alaikum. Hoxh, nëse gjatë lehonisë ndodh që të shohim ëndra erotike dhe kur të zgjohemi shohim lagështi, a duhet të mirët gusull apo ashtu prapse prap jemi të papastër dhe duhet vetëm se të alxojmë? Se i takon pyetjes çdo gruaja e cila është në lehoni ose është në ditët e veta të menstruacioneve. Nëse brenda kësaj periudhe të lehonisë, kur ajo e ka të ndaluar të falet dhe të agjeron për shkak të lehonisë, ose kur është në ditët e veta, në ditët e hajdit ose të menstruacioneve, po ashtu ajo në ato ditë është e lejuar prej anës Zotit që ajo mos falet dhe mos të agjeron, por në të njëjtën kohë nëse në periudhën e lehonisë ose gjatë menstruacioneve shef ëndra dhe brenda asaj ëndrës kur zgjohet nga gjumi shef lagështi, a duhet të pastrohet nga gjunullupja apo nuk duhet? Themi nuk ka nevojë dhe nuk është e patjetërsueshme dhe nuk duhet të pastrohet dhe të merr, domethënë gusull në atë periudhë kur ajo është me lehoni dhe në menstruacione, edhe nëse ka pa ëndër dhe e ka ndi veten se ka gjetë lagështi, faktikisht në këtë rast ajo do të pastrohet dhe do të lahet komplet, pasi që të largohet domethënë cikli dhe pasi që të pastrohet nga lehonia që zgjat deri në 40 ditë.